Po, zoti Paqarat, a mendoni që është e vonuar realisht KXK-ja në trajtimin e kësaj çështjeje? Në trajtimin e kësaj çështje, jo vetëm KXK-ja, por janë të vonuar edhe Këshilli Gjyqësor, po edhe të gjitha institucionet tona, për arsye se nuk është respektuar afati i trajtimit të kërkesave të individëve. Gjithsesi, konsideroj se dorëheqjet është dashur të shërtohen me kohë dhe sot personat e caktuar vetëm të presin konkursin. Për arsye se tash, me veprimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, do thotë kemi hyrë në një çështje shumë të ndijeshme, juridike dhe institucionale, që konsideroj që bile kjo është edhe në vitet që kanë ndodhur në vitet e fundit. Konsideroj se kjo çështje nuk duhet të trajtohet si çështje politike apo emocionale, por ekskluzivisht mbi bazën e kushtetutës, ligjeve në fuqi dhe parimeve themelore të shtetit të drejtës. Cilat realisht mund të jenë pasojat e këtij vendimi, domethënë dhe mosmarrja e vendimit për ditën e sotme? Cilat janë pasojat realisht, në fillim dua të pyes, a ka pasojë